si rritet një vajzë shqiptare në diasporë dhe përfundon duke studiuar trurin e njeriut në një nga institutet më me renome në Paris. Si ndikon identiteti, gjuha, familja në rrugën drejt shkencës. Sot ne do të flasim për edukimin e diasporës shqiptare, për brezin e ri dhe për të ardhmen të ndërtuar nëpërmes dijes. E lindur në Francë nga prindër shqiptar, Fekrie Selimi sot drejton një ekip kërkimor në një nga fushat më komplekse të shkencës. Ajo studion trurin, lidhjen midis neuroneve dhe mënyrën se si mësohen. Kjo nuk është vetëm histori suksesi, është histori identiteti. Ju po ndiqni zërat e Iliridës. Mirë se vjen Fekrie. Mirësi u gjetëm Arber, mirëdita. Mirëdita dhe faleminderit që morre ftesën për të marrë pjesë në zërat e Iliridës. Faleminderit ty. Për të kuptuar më konkretisht ne studimin që bëni ju në institutin tuaj, na shpjego pak me çfarë studimi merreni tani konkretisht dhe si ne duhet ta kuptojmë studimin çfarë bëni ju në institutin tuaj me ekipin së bashku. Po me ekipin ne mundohemi të kuptojmë si zhvillohet truri, e në për atë marrim modele që bëjmë kërkimin me disa modele si MIT, për shembull, që kanë trurin pak si të njerëzive, po jo thjesht. Ne mundohemi të kuptojmë si zhvillohet, sepse truri është i bërë me shumë qeliza, disa qeliza janë neuronet, që keje miliarde neurone në trurin e njeriut. Edhe këto neurona do të lidhen që informacionet të transmetohen si që duhet, e në këta lidhje janë të bëra në një si të thëmë, në kontakte që quhen sinapse. Mundemi ta shpjegojmë se truri është si një rrjet elektrik, ku telat do të lidhen mirë, që informacioni të transmetohet si që duhet. Ata telat lidhen në për prizat, e sinapset janë prizat. Mund të kesh shumë prizat të ndryshme, që dhe jenë të si që duhet, për shembull për një televizi, ose për një shporet. Ata prizat të ndryshme do të zhvillohen, kur zhvillohet truri, që informacioni të transmetohet si që duhet. Ne mundohemi të kuptojmë si janë të zhvillo me këta sinapse të ndryshme, se kjo është shumë me rëndësi për me kuptu si truri funksionon, e në për shembull si transmetohet informacioni e ne adaptohet kur mëson disa gjëra, ose kur jeton non-stop, kjo do të funksionuj që truri jot të analizoj informacionin që ka prej mjedisit, edhe të adaptoj si how you respond to this information. Për shembull, dhe jesh tu shetit në mal dhe shofish një ari, informacioni vjen ke truri se ke një rrezik, edhe te duhet të adaptohesh e të sjellësh si që duhet, të hikish, për shembull, edhe kit informacion truri dhe japje që te do të hikish ose të mshefesh, ose edhe kit gjë është non-stop puna e trurit. Edhe prandaj janë shumë e domosdoshme që të kuptojmë si zhvillohen sinapset, edhe ka disa smundje që mund të arrijnë, për shembull, kur zhvillohet truri, që masandej ai truri nuk funksionon si që duhet. Për shembull, autizmi është njëra prej atynve smundje të ke fëmijët.
Shumë e rëndësi kjo që the tani për si zhvillohet truri te fëmijët dhe me shembull që more në fillim me sinapsat. Pra, si ndryshon truri gjatë fëmijërisë? Rritet ai, zvoglohet, si është ndryshimi ose si janë ata hapat e ndryshimit të trurit te fëmijët? Po ka shumë ndryshime kur lind fëmia, truri nuk ka mbaru me u zhvillu. Okay? Edhe sidomos sinapset, formimi e sinapseve është ma intens në ato vitet e para të fëmijut, edhe formon sinapse, po edhe disa i eliminon sepse nuk duhen të jetë atë. Disa lidhje nuk duhen të buhen, që informacioni të qarkulluaj si që duhet. E prandaj vitet e para janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e trurit, e sidomos për zhvillimin e sinapseve. Ama truri nuk ndalet me u modifiko në vitet e para, dhe zhvillohet deri 25 vjet afërsisht, e në sidomos në adoleshencën, për shembull, keje shumë ndikime prej hormonave që dhe ndryshojnë funksionimin e trurit, e në truri zhvillohet me kohë shumë të gjatë, e në masane ai dhe ndryshuaj, ama ma pak, edhe të njerëzit që e kanë marru zhvillimin, sepse kur mëson diçka, sinapset dhe ndryshohen, disa dhe forcohen, disa dhe dobësohen, se ashtu mundesh ti mësojsh gjëra e në informacioni tjetë në trurin e jot. Ne prandaj truri për herë është tu modifiku. Edhe tash kur flasim ne jetë dy, truri juën është tu modifiku, sidomos sinapset. Vërtet shumë interesant të kuptosh se si funksionon organi, si të themi, më kompleks Po, i trupit ton. po. Çfarë roli kanë prindrit në zhvillimin e trurit të fëmijët? Si duhet sillemi me ata ne, si prindër, që fëmijët kenë një rritje normale, ti them, apo të shëndosh? Prindet, po edhe gjithë njerëzit që janë në rreth janë shumë kanë një ndikim shumë të madh në zhvillimin e fëmijëve, sepse si të spjegova, truri merr informacionin që ka një mjedis e në ashtu zhvillohet edhe modifikohet. E në sidomos në çdo njerëz që janë e din në ndërveprim me fëmijët, dhe kanë influencë të madhe, se ashtu truri dhe zhvillohet, fëmijët dhe marrin informacionem, kur komunikojnë me njerëzit që janë në rreth, me prindrit, sidomos se kur janë të vogël ata kanë ma shumë influencë, se ma shumë i shohin, po edhe mësuesit, edhe familja në qerdhje, kur njerëzit që janë me fëmijët kanë shumë një ndikim të madh e të rëndësishëm për fëmijët për zhvillimin e trurit. Duhet sa më shumë, sidomos kur janë shumë të vogël në ke foshnjë, do të komunikojsh non-stop me fëmijët, edhe t'u japish një mënyrë momente ku dhe komunikojsh, dhe u tregojsh diçka dhe në natyrë ose me librat, për shembull, shumë të lexojsh me ata pi të vogël, t'u tregojsh se si është ajo një gjë të shkëlqyeshme për ty edhe për kuriozitetin, do të aq shumë kuriozitetin e fëmijëve do ta promovojsh. E ne të nefisht që atë kuriozitet të kenë dobi prej asaj. S'dia a më kupton si e spjegoj kitë, po. Po, është shumë e kuptueshme Fikrie. Ndoshta kjo edhe shpjegon, apo nëse i shpjegon, se ka ndryshime. Tani disa fëmijë mund të mësojnë më shpejt, janë më të shpejt në mësim, disa janë më të ngadalshëm. A është kjo në shpjegim për atë se sa kujdes kanë ata nga rrethi ose nga shoqëria? Po neje gjithë njerëzit e kemi trurin të ndryshëm, e ne fëmijët, si çdo njeri janë unik, edhe truri atyre është unik.
E ne prandaj e din se rrjetet e neuronave i kemi të ndryshme, edhe aftësitë mundemi që kemi të ndryshme, po ajo do të thotë se disa fëmijë dhe kenë më shumë aftësi për shembull në disa të mësojnë disa ushtrime fizike ose në sport për shembull, edhe disa tjerit fëmijë dhe kenë tjera talente. Ne jetë të gjithë i kemi mundësi talente kemi ma shumë në disa gjëra edhe jo të tjera. E ne mjedisi kur jemi të vogël dhe dhe jetë i rëndësishëm, po nuk mundet të bëj diçka, po çdo fëmijë mund të mësojë dhe të përparuaj. Ajo është për të çdo fëmijë, vetëm si të kesh një smundje shumë të madhe ku keje probleme për me mësu, po për ndryshe çdo fëmijë ka shumë talente që mund të vlerësoj edhe me mjedisin mundesh ta vlerojsh atë talent që ka fëmijë. Ti përmende talentin edhe moshën shumë të hershme të fëmijët. Sa rëndësishme o kjo moshë ku janë shumë të vogël fëmijët, për zhvillimin e tyre, pastaj edhe ku bëhen të rritur edhe kur maturohen të themi? Si të thash përpara, truni ynë ndryshon edhin në jetën e juën non-stop. Po është e vërtet se periudha mas lindjes, vitet e para janë shumë të rëndësishme se atëherë truri është ma plastik edhe mundet të adaptohet më shumë mesit, për shembull, mjedisit. Edhe rrethit, edhe talentet mundet t'i zhvilluaj ma shumë. Për shembull, është ma lehtë të mësojsh të biciklën, kur je i vogël se sa kur je ma i madh. Po nuk do me thënë se kur je i madh nuk mundesh të mësojsh biciklën ta çojsh. Unë e mësova shumë kur ish një ma mosh, e din për shembull. Po dhe jetë ma vështirë, për gjuhat është e njëjta. Gjuhat mundesh t'i mësojsh shumë më lehtë kur je më i vogël, a kur dhe jesh pak ma në mosh, dhe jetë ma vështirë. Prandaj është e rëndësishme, po nuk do me thënë se gjithçka është e bërë me e din në vitet e para e ne ma nuk ka mundësi ma të qitë të zhvillojsh qira talente, po dhe jetë ma gjatë, edhe ma shumë kohë, ma shumë do të punojsh të arish të njëjtin qëllim. Po ashtu duket vërtet se në këtë moshë tani edhe ku jam unë, kur fillon të mësosh një gjuhë tjetër ose ku tenton të mësosh një gjuhë tjetër që nuk e ke njohur deri tani, është shumë e vështirë edhe me sa duket sa më i vjetër bëhet njeriu aq më e komplikuar bëhet ajo. Por flasim për diçka që fëmijët e mësojnë edhe shumë shpejt, edhe tani kohës së fundit në Bashkimin Evropian, po edhe në Francë, edhe në Gjermani, ka tentativa për të ndaluar përdorimin e teknologjisë në shkolla. Sa rëndësishme është përdorimi i teknologjisë apo kufizimi i përdorimit të teknologjisë tek fëmijët? Varet pi moshës. Për shembull, është e vërtet se para 3 vjeç, për shembull, fëmijët nuk duhet të ekspozohen me ekranet, për shembull me telefonet ose iPad. Se ata duhet të ndërveprojnë me njerëzit, me mjedisin, duhet të komunikojnë, për shembull për të mësu gjuhat, për të mësu shoqërimin me njerëzit, që të identifikojnë për shembull emocionet e njerëzive, ata do të ndërveprojnë me njerëzit. Telefonet, iPadet, ekranet janë shumë të dëmshme kur janë shumë të vogël fëmijë, për shembull, edhe ata do të ndalohen në ata vite. Masandej, do të fëmijët, s'di si të them do t'jesh me ata kur janë Prezent, po. do t'jesh prezent, po, që kur dhe përdorin ekrane për shembull, te mundesh të kontrollojsh si çka bëjnë. Nuk është vetëm epja telefonin edhe munden janë të zanë e dinën e mundesh të shkojsh, se ka shumë
gjërat që nuk janë të adaptume për fëmijët për internet për shembull. Edhe për adoleshencët për shembull është e rëndësishme që rrjetet sociale ti kontrollojsh si i përdorin se ajo mundet të jesh shumë i dëmshme ose për shëndetin e mendit të adoleshencët. Po disa teknologjia janë ene pozitive, po do të kontrollohen si përdoren, e t'jen atë prindët ose mësosit që tu spjegojsh si ti përdorin të rritë ata mjete teknologjike. Se munden të jenë shumë pozitive për të mësuar disa gjëra, për shembull, për të kesh informacione që nuk e ndryshe, është shumë mirë teknologjia, ama do të jetë në kontroll. Pra, do me thënë, ne si prindër duhet të kujdesemi pak më shumë me çfarë merren fëmijët tanë gjithkohës, kohës së lirë. Po. Por shpeshherë bëhet e vështirë me që jeta tani është bërë dinamike. Por flasim edhe për aspektin tjetër të jetës tani edhe të jetës suaj, si shkencëtare shqiptare në Francë. Sa në të vërtetë është vështirë për një vajzë e re kur ke filluar studimet, por edhe si grua tani si një shkencëtare të punojsh të punosh dhe veprosh në një vend tjetër, në vend ku nuk je vendase. Pra, sa është e vështirë për ty rruga shkencëtare tani që jeton dhe punon në Francë? Dhe sa vështirë ka qenë më para? A ka pasur ndonjë ndryshim gjatë tyre viteve? Apo ka mbetur gjithkohës e lehtë apo vështirë? Po unë kam lindur në Francë edhe kam qenë non-stop një mënyrë mes dy kultura, okay? Me familjen e kam kulturën shqiptare, po ke shkolla edhe mesim ka qenë kulturë franceze. Edhe si të thëmë, vërtet disa herë sidomos kur i je reja mund të jetë pak vështirë sepse disa kultura kanë presin ndonjë sen nga ty. Edhe sidomos si femër në atë epokën e ime, nuk pritnjen se femrat dhe kenë karrierë në akademi, nuk ishte ma e domosdoshme në një mënyrë të martohesh edhe të krijojsh familja. Atë ishte ma shumë presioni në ato vite. Por unë në Francë kam pas, si të thëmë, ka qenë mundme për mu të kesha një edukat edhe formime dhe prindet kanë qenë shumë të motivu që të shkoj ke shkolla edhe të zhvilloj kapacitetin edhe në Francë kam pas mundësi të shkoj ke universiteti për shembull. Edhe atë ku është pak e vështirë është se nuk e di njën qysh ishte akademia, po shkova në universitet e në atë kuptova se ekzistonte kjo rreth i akademisë edhe u mundsova ta zhvilloj kapacitetin e im në shkencë dhe të mësoj sa të mundem. Po si femër do shte ta zgjedh atë gjën, do shte t'ja prioritet karrierës, edhe unë e zgjodha që të zhvilloj sa ma shumë kapacitetin e im në shkencë edhe të arri sa më lartë. Problemi i pozitës të femrës në akademinë është botror, sepse për herë ka qenë, deri tash ka qenë, ka pas shumë s'di si të thëmë shumë pengesa ndoshta, por ka pas pengesa edhe e kanë buo të padukshme qysh kanë buo gratë në shkencë. Për shembull
ka një shembull që është i famshëm të një shkencëtare që është Rosalind Franklin, që ajo ka bërë shumë pune që kanë qenë themelin e kuptimit të strukturës të molekulës qendrore të jetës që quhet ADN-i, edhe atë e kanë zhduk punimin e asaj, Nobelin e ka marrë Watson and Crick, e po tash e kemi kuptuar se sa shumë ajo puna e asaj ka qenë themelor për atë hulumtim. E në ta i ka përpjekje për ta korrigjuar këtë padrejtësi edhe për të promovu gratë në shkencë në botë, po për herë është pak duhet të jemi shumë aktiv ta promovojmë këtë gjë e ta promovojmë pozitën e femrave në shkencë e në zhvillimin të karrierës e atynve. Tahe neje do të apim shumë mesazh pozitiv ke vajzat, sepse ose ka pas edhe paragjykim që vajzat nuk munden shkencën, për shembull, nuk kanë kapacitet si burrat. Ajo është shumë e pavërtet, vajzat kanë aq shumë kapacitet sa djemt për shkencë, edhe do të jemi të kujdesshëm që këtë mesazh të vapim vajzave të vogla, se edhe ata munden të kenë shkencëtare e kanë aq shumë kapacitet si djemt. E në kur krijon familjen, me do e mos do të kesh ndihmë, ajo është moment që është kritik për femrat kur kanë karrierë në akademinë në shkencë, e në atë mënyrë do të kesh ndihmë prej partnerit, prej rrethin e jot, po edhe prej qeverisë në një mënyrë se duhet të shpallohen qerdhje që të ndihmojnë femrat që kanë fëmijë të vogël që të munden ata të përparojnë në karrierën. E këta janë probleme që janë botëror. Nuk kanë vetëm në të shqiptarët. Do të punojnë që ti jemi aktiv që promovojmë këta gjëra. Po ju shumë me të drejtë përmendet faktin se si duhet tani, për shembull, gratë që janë shkencëtare si ju vetë, të jeni edhe frymëzuese për brezin që vjen pas, ose për vajzat, gratë e reja që kanë ëndër të bëhen shkencëtare. Si ishte kjo periudhë kur ishit ju e re? Kishit ju një shkencëtare që ju frymëzoi juve që të ndjekni hapat e asaj? Po si femrën nuk kishte atë shumë atë kohën e ime, po kishte pak, për shembull drejtoresha të laboratorit që e bëra doktoraturën ishte një femër, po mentori im ishte një meshkull, Jean Mariani, edhe ai ka qenë i frymëzuar, po e shef një se mundesh një tjesh drejtoresh pim atëherë, edhe kishte edhe qira shkencëtare në atë laboratori, edhe ata një mënyrë më kanë frymëzuar. Po edhe kur ish në Amerikë mbas doktoraturës, kam pas mentor Nathaniel Heinz, edhe ai më ka frymëzuar shumë se ai më thoshte, më tregonte si duhet të jem e guximshme, ta zhvilloj shkencën, ishte shumë pozitiv në atë mënyrë, e ne ai ka qenë shumë me ndikim të madh për mua. Edhe atje në Rockefeller University që bëna këtë punën me Nathaniel Heinz, kishte shkencëtare shumë të shkëlqyshme edhe të jashtëzakonshme që më kanë frymëzuar shumë. Edhe ajo ekspozitë ka qenë shumë pozitive për mua edhe për zhvillimin e karrierës time, po. Ju përmendet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe New Yorkun, po ju kohën së studimeve ose kohën si shkencëtare keni kaluar më shumë në Francë, në Paris.
çfarë mund të ketë dallime ose ku janë dallimet kryesore midis shkencës në Europë, të themi, dhe asaj në Amerikë ose në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A ka ndonjë dallim? Po, ka shumë ndallime. Një ndallim, du të them se në Francë kemi pas deri tash, shpresoj edhe më të tje, një sistem edukator shumë të mirë, publik, kur kish një në kohën e ime mundësi që të shkojsh shumë lart në edukimin, pa paguajt pare, një publik ka që jenë, edhe unë pata fat që të pranohem në njëra prej institucionet që më të mira të arsimit të lartë në Francë, që quhet École Normale Supérieure. Edhe aty mësova për rrethin akademik, për shkencën, ne kishe shumë mësues të shkëlqyshëm si shkencëtar, edhe këtë gjë nuk e dija është e mundme në Amerikë ku edukimi është shumë shtrenjtë, do të paguash, është edukimi publik nuk është aq i zhvilluar. Kjo ka qenë një sen shumë pozitive në Francë. Po kur shkova në Amerikë, atje pas doktoraturës atë është ndryshe sistemi sepse në Amerikë gjithçka është e mundur, ashtu ta hapin edin mesazhin që mundesh të zhvillohesh, do të punojsh edhe do të jesh ambicioze. Edhe ajo vërtet në atë universitetin që ishte atë frymëzim kishëm, duhet të jesh ambicioz në projektet shkencëtore edhe mo kish frikë të zhvillosh projektet. Edhe kjo gjë është shumë një sen pozitiv në Amerikë, që nuk e kemi atë shumë në Francë. Po pasandej kur u ktheva unë në Francë, fitova një pozicion në Institutin Centre National de la Recherche Scientifique, që është një institut publik, një institucion publik, edhe është pozita për jetë, edhe kam shumë liri për hulumtimet që bëjnë e për projektet që zhvilloj. Mundem të realizoj projekte të afatgjata, që në atë mënyrë mundem të tentoj që të bëj hulumtime që asni nuk dhe i mendoj, e dinën e ta marrë kohën sa duhet që t'i zhvilloj këta projekte. Kjo gjë është pak ma vështirë në Amerikë, ku gjithçka është, e din do të vlerësohet me parat që dhe i dobisish. Ne prandaj unë jemi lumtur se u ktheva prej Amerikës, se sidomos tash me sulmet që janë ndaj shkencës në Amerikë, unë kam liri për të zhvillu shkencën që du, tash për tash. Ne prap nuk kemi atë shumë, si të thëmë, pare për zhvillimin e projektet se sa i kanë shkencëtarët në Amerikë, po kam një liri që mundem të zhvilloj disa projekte një mënyrë afatgjatë. E rëndësishme kjo afatgjatësia në shkencë, me siguri është bën dallim të madh a bëhet studimi për disa vite apo për 10 vite, të themi me dekada. Po, se nuk duhet hulumtimet e në shkenca, duhet kohë që të zhvillojsh njohurin, sidomos për gjëra që nuk kanë qenë studiu asnjëherë më përpara, dhe prandaj do të njerëzit që të kuptojnë se ti dhe investosh pare tash për një projekt shkencëtar, ama ata dobit dhe i kesh mas 20, 30, 40, 50 vjet disa herë, atë nuk mundesh ta planifikosh. Ndoshta ky është edhe fakti pse si duket politika dhe shoqëria në përgjithësi, me sa duket se e humb ndurimin ndaj shkencës, se shohim një rritje të dyshimit ndaj shkencës dhe skepticizmit ndaj shkencës në përgjithësi. Ju e përmendët si fakt Amerikën dhe ndikimi politik ndaj shkencës, ku tentohet të minohet shkenca, por edhe në Europë, edhe në Gjermani në fakt, ka parti politike që konkretisht sulmojnë shkencën dhe duan të minojnë efektin e shkencës që ka në shoqëri. Si e shihni këtë problematik në Europë?
dhe në Amerikë. Po unë besoj se njerëzit, ata nuk e hupin durimin prej shkencës, se e shohin për shembull për parimin që kemi bërë në medicinë, për shembull smundjet që i trajtojmë tash që nuk mundeshim të shnoshim më përpara. Partit është tjetër sen, besoj se partit nuk, disa partia politike nuk mbështetin në shkencën sepse shkenca një mënyrë shkon kundra atyre. Për shembull Trumpi është një shembull shumë i qartë tash. Ai don gjëra false të tregoj dhe të njerëzit ta besojnë, nuk don ai të ketë shkencëtar që ta kundërshtojnë edhe se shkenca të lejon ta kuptojsh botën e ne të marrësh vendime jo me paragjykime ose me besime, po me njohuri dhe mendim kritike. Kjo është shumë me rëndësi kur buhesh shkencëtar, ti dhe e vënsh në pikpyetje botën, çdo gjë dhe e vënsh në pikpyetje, e ne prandaj qeveritë autoritare ose disa parti politike këtë gjë nuk e duan, se kjo gjë është baza e demokracisë. Prandaj shkencën nuk e mbështetin. Pra jo përmendet si shkencën si ta themi fronti i parë i mbrojtjes së demokracisë si sistem politik. Po. Çfarë mund të humbim ne nëse humbim të vërtet shkencën ose si thatë edhe ju, mjetet financiare për studime afatgjate. Sa është në rrezik shkenca në të vërtetë tani? Shkenca është në rrezik në shumë vende sepse kur humbin lirinë akademike, shkenca nuk është e shkëlqyeshme. Shkenca kur është në dorën e politikës, nuk është shkencë më. Edhe pa shkencë, pa njohuri, nuk mundemi t'i adaptohemi edhe botës që ndryshon, për shembull me klimatin që ndryshon, ne do t'i adaptohemi. Kur ka një smundje, ti do ta kuptojsh me shkencë, me njohuri, nuk mundesh të zhvillojsh një medicinë të re, një trajtim të ri me njohuri që nuk është e drejtë, që është fals. Atëherë trajtimi nuk do jetë siç duhet, e nuk do funksionuaj. Prandaj një liria akademike është e domosdoshme që shoqëria të zhvillohet edhe të përparojë. Në një mënyrë ne kemi pa për shembull Amerika ishte e para në shkencë e në inovacion e në si pushtet në zhvillu sepse ma përpara ka kuptu se duheshte të investoj sa më shumë në shkencë që të përparoj e në tjetë e para në botë. Edhe atë gjë e ka bërë mirë tash, shumë mirë dhe e ka kuptu shumë mirë. Por edhe Kina për shembull, ta he vit mas vit investon sa më shumë në shkencë, e ka kuptu se të përparoj si pushtet botëror, e në ta udhëheqi botën do të ta kejet shkencën më të fortë. E në ne si kombe do ta kuptojmë atë gjën që do ta zhvillojmë shkencën më të fortë, ta promovojmë shkencën edhe lirinë akademike që të promovojmë demokracinë, po edhe pozitën e juën të pavarur, edhe të më të madhe në botë si kombe, si pushtet ekonomik, është edhe ajo shumë e rëndësishme. Vërtet shumë e rëndësishme, ndoshta edhe për ne si shqiptar që jetojmë në diasporë. Të kemi shkencëtare si juve, por për të arritur deri në atë pikë, ndoshta do na duhet edhe më shumë frymëzim. Si e shihni ju situatën të diasporas shqiptare? Sa në të vërtet ne si prindër që rrisim një gjenerat tjetër, një berestëri, si duhet ne të ndikojmë që ata të afrohen
drejt dijes dhe shkencës. Po besoj si çdo prind në botë, duhet të mundohemi të japim çdo mundësi fëmijëve t'i ekspozojmë sa më shumë me edukat, me zhvillimin e shkencës edhe të edukatës. Ajo është puna e prindrit, por është edhe puna e qeverit tona që të zhvillojnë edukimin sa më herët edhe promovimin e shkencës edhe edukimit për djemt, për vajzat, edhe ta bëjmë kitë një objektivin numri 1 në shoqërinë tonë që të zhvillojmë edukatën. Mu duket se kjo është ma e domosdoshme, mos I kufizojmë fëmijët, edhe t'u japim sa më shumë mundësi të balancojmë transmetimin e kulturës me hapjen e fëmijëve ndaj botës në cilën jetojmë. Ju patët edhe mundësinë në një konferencë së fundi në Prishtinë të flisni para një publiku shqiptar ose në një bashkëpunim konkret me një shtet shqiptar. A duhet të rriten bashkëpunime të tilla dhe si ishte përvoja juaj në këtë konferencë? Ishte pozitive? Shumë pozitive, kishte shumë të ri që ishin shumë të motivuar, sidomos shumë femra të reja të investuar në shkencë dhe në neurobiologjinë sidomos, edhe është shumë e rëndësishme që qeveritë t'u japin sa më shumë mundësi që të zhvillohen si shkencëtare dhe si shkencëtare dhe shkencëtare ma të shkëlqyeshme në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri. Aty kanë qeveritë shumë do të zhvillojnë sa më shumë edukimin e t'apin mundësi, të investojnë, se kjo është e ardhmja e shoqërisë. Edhe unë shoh shumë të ri që janë të motivuar, po do të kenë mundësi. Edhe tash për tash është edhe interneti, e më duket se interneti mund të ndihmojnë atë mënyrë se njerëzit munden të shkojnë t'i kërkojnë mundësitë edhe jashtë, edhe të shohin se si të kontaktojnë njerëz edhe të bisedojnë për mundësitë që mund të prezantohen. Por objektivi I parë është që të zhvillojsh edukimin, se do ta kesh edukimin të fortë që të mundesh të zhvillohesh ma të tjerë. Jo përmendet edhe vetë shumë e rëndësishme që ka shumë motiv ose ka shumë shpresë nga rinia ose nga të rinjtë dhe të rejat që të bëhen shkencëtarë dhe të kenë edhe ata një të ardhme si e keni edhe juve të bëhen shkencëtarë, ndoshta edhe një institut evropian. Cili do ishte mesazhi juaj që ata të vërtet ndjekin këtë ëndër dhe mos të dëshpërohen dhe të kthehen në midis? Mesazhi është që do të besojsh në ëndrat, nuk do t'i ndëgjojsh njerëzit që thonë kjo nuk është e mundur, ki gjë nuk mundesh ta bësh, po do t'jesh edhe proaktiv, si thash tash mundesh të kërkojsh informacionin për mundësitë që ekzistojnë, do të besojsh edhe të punojsh, t'jesh I motivuar, edhe unë do të them se do të njerëzit të ri ta zbulojnë botën, të flisin me njerëzit që janë të ndryshëm, se është shumë një gjë e pasur që të kesh bisedime me njerëz prej qera kombe, prej qera shtete, se ato bisede edhe të rriten si person, të mundesh të zhvillohesh ma shumë edhe ta kuptosh ma shumë botën, në ajo është një gjë shumë me rëndësi edhe të bëhesh shkencëtar. Në masane për t'u kthy duhet edhe qeveritë të zhvillojnë institucionet, të investojnë, që mos I humbin ata kapaciteti që kanë me këta tri që janë
shumë të motivuar, që kanë kapacitet të madh, ambicioz, do t'u hapish kushtet që të kthehen, edhe të jenë pjesa të zhvillimit ekonomik i një kombit e një shteti. Shumë e rëndësishme kjo pika e fundit Fikrie, se vërtet mungon iniciativa dhe interesi, ti themi nga politika për të investuar në rinin në shkencë dhe në kthimin e shkencëtarëve të njohur edhe të suksesshëm në Europë. Mm. Pra do japim edhe mesazhin edhe politikës ndoshta për një investim dhe interes pak më të thellë në këtë drejtim. Po. Shumë faleminderit për bisedën, Fikrie. Faleminderit Ishte kënaqësi. edhe për mua. Faleminderit për kohën dhe uroj të takohemi sërish në studime tjera nga ana juaj dhe me të reja në studimet për turnin. Okej. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu, mirupafshim. Mirupafshim.